Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Hëngri qershi për një muaj çdo ditë dhe papritmas filloi të ndjente diçka që e la pa fjalë. Qershit janë padyshim super ushqimi i stinës së verës, të buta dhe plot me lëng mund të jenë të ëmbla ose të afta, por gjithmonë me një shije të mrekullueshme. Vetëm një tas prej tyre përmban rreth 90 kalori dhe është i pasur me vitaminën A, C dhe E. Konsumi i këtij fruti të vogël plot me shije i dhuron trupit një shumë të mirë të antioksidantëve, të cilët ndihmojnë në uljen e kolesterolit të keq dhe të mbipeshës. Krahas këtyre vlerave, ekspertët thonë se qershit ndihmojnë organizmin edhe në shumë drejtime të tjera. Në këtë video, sipas health.com, do të listojmë disa nga vlerat e jashtëzakonshme që mund të përfitoni nga konsumi i qershive. Qershit janë një burim shumë i mirë i antioksidantëve dhe për këtë arsye ndihmojnë në rigjenerimin e kockave. Mjekët i lidhin me reduktimin e acidit nitrik, që është faktori kryesor për sëmundjet e artritit reumatoid dhe osteoartritit. Sipas një studimi të Universitetit të Bostonit në Amerikë, konsumi i këtij fruti ul me 35% shumën e dhimbjeve të kockave. Gjithashtu, qershit parandalojnë inflamacionin në organizëm dhe problemet me presionin e ulët ose të lartë të gjakut. Ato ndihmojnë edhe në uljen e niveleve të sheqerit në gjak. Për të gjithë personat me diabet, qershit mund të jenë një zgjidhje e dur për të qëndruar të shëndetshëm. Si dhe gjitha frutat me ngjyrë të kuqe, edhe qershit ndihmojnë në rregullimin e sheqerit në gjak. Antioksianina, sipas mjekëve, rritet me 50% prodhimi i niveleve të insulinës në trup, duke ndihmuar kështu në rregullimin e niveleve të sheqerit. Qershit janë një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër problemeve të sëmundjeve në zemër. Qershit e afta ndihmojnë në përmirësimin e parandalimit të problemeve tuaja kardiovaskulare. Nëse i konsumoni vazhdimisht, do të parandaloni riskun e prekjes nga ataku në zemër. Gjithashtu do t'i ofroni trupit edhe shumë vitamina dhe minerale të tjera. Ato ndihmojnë në reduktimin e yndyrnave të këqija në gjak, duke u dhuruar një trup më të shëndetshëm. Qershit janë një zgjidhje shumë e mirë kundër problemit të radikaleve të lira në organizëm. Kundër sëmundjeve të rënda, një dietë e pasur me qershi mund të ulë rrezikun e prekjes nga probleme të ndryshme, siç mund të jenë ato që ndikohen nga radikalet e lira. Duke qenë të pasur me fibër, ato promovojnë tretjen e mirë dhe ulin rrezikun e prekjes nga problemet të zorës së trashë. Veçanërisht qershit e afta, të cilat përmbajnë edhe enzima, ndihmojnë trupin të rregullojë radikalet e lira. Gjithashtu, ato ndihmojnë në përmirësimin e memorjes. Janë një burim i mirë i antioksianinave, që do të thotë një shëndet më i mirë për memorjen. Ky frut shumë i shijshëm ndihmon trupin të përmirësoni funksionet e tij, të përmirësoni memorjen ndër vite. Konsumi një tasi me qershi në darkë do të përmirësojë cilësinë e gjumit. Sipas ekspertëve, qershit ndihmojnë në rregullimin e orës së brendshme të trupit dhe cikleve të gjumit tek njeriu. Kjo pasi janë të pasur me melatonin, një enzim që ndihmon në qetësimin e organizmit. Këshillohet të konsumoni gjithmonë qershi të freskëta ose lëng të freskët të shtrydhur të tyre për të marrë vlerat më të mira në dobi të organizmit. Kështu edhe përfitimet që do të merrni për trupin do të jenë vërtet të larmishme. Vlera shëndetësore që merrni nga konsumi i ushqimeve të pasur me vitaminën A dhe vitaminën C përfshin një sistem imunitar të përmirësuar, veti superiore të shërimit të plagëve dhe shikueshmëri të qartë, veçanërisht në kushtet kur drita është e kufizuar. Konsumi i ushqimeve të pasur me kalium ndihmon në uljen e tensionit të gjakut dhe zvogëlimin e rrezikut të formimit të gurëve në veshka. Qershit janë një burim i pasur i antioksidantëve të fuqishëm që kryesisht gjenden në fruta dhe perime që kanë ngjyrë të kuqe, vjollcë ose të errët. Një ushqim i pasur me antioksidantë siç janë qershit ulën rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare. Konsumi i qershive ka gjetur eon për shkak edhe të çlirimit të dhimbjeve nga sëmundjet si artriti. Kohët e fundit është zbuluar se qershit luftojnë pagjumsinë dhe dhimbjet muskulare. Kjo falë natyrës antiinflamatore të vitaminës C dhe antioksidantëve. Ato ndihmojnë për një gjumë më cilësor. Sipas studimeve, vlerat antiinflamatore të qershive ju ndihmojnë të flini më mirë. Një dietë e ngrohtë me qershi është një zgjidhje e jashtëzakonshme, e shijshme dhe freskuese. Zhvendësimi i ushqimeve të darkës me këtë frut do të bëjë ndryshime thelbësore në shëndetin tuaj. Qershi
Shuaj në dhimbjet fizike. Qershit janë natyrisht të pasur me kalium që çon impulse elektrike në të gjithë trupin. Ky mineral ndihmon në ruajtjen e tensionit të gjakut dhe hidratim, rrimëkëmbjen e muskujve, impulseve nervore, tretjen, rrahët e zinj poshtë syve, ekuilibrin, pahëshin e të tjera. Një gotë me qershi përmban 330 mg kalium që përbën 10% të dozës rekomanduar ditore të tij. Qershit janë një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër inflamacionit. Studimet kanë treguar se antioksidantët e qershit mund të pakisojnë dhimbjet dhe të zvogëlojnë inflamacionin e shkaktuar nga osteoartriti. Ato forcojnë imunitetin. Si të gjitha frutat dhe perimet, qershit janë të pasur me doza të mëdha të antioksidantëve që përmbajnë edhe një luftë të mirë kundër virozave. Flavonoidet antioksidantët që gjenden te qershit luftojnë infeksionet në shumë nivele. Studimet kanë treguar se këto element kanë ndikime domethënëse në funksionet e sistemit ton imunitar. Andaj, edhe ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e qershive në dietën tuaj, duke ditur rëndësinë e tyre ushqyese që kanë edhe në shëndetin kardiovaskular. Këto fruta të kuqe janë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për organizmin e njeriut dhe kryesisht janë të mira gjithashtu edhe për shëndetin e zemrës. Ekspertët këshillojnë të konsumoni të paktën 20 kokra qershi çdo ditë, në mënyrë që të merrni përfitimet e tyre unike. Këto fruta të kuqe janë të preferuarat e verës dhe një burim shumë i mirë i zinkut, i hekurit, i kaliumit, manganit dhe bakrit. Kaliumi ka efekte të mira pozitive në organizmin e njeriut, dhe kështu pasurimi i dietës suaj me këtë produkt të veçantë do ju bëjë një zgjidhje vërtet të mirë ushqyese në dobi të shëndetit tuaj. Ato kanë veti të forta anti-inflamatore. Qershit mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për organizmin tuaj. Kjo fal elementeve të tyre anti-inflamator do ta ktheni atë në një nga aleatët më të mirë të imunitetit në parandalimin e komplikacioneve të tij. Kështu, përfitimet që do të merrni nga qershi do të jenë të mira. Në sajt e efekteve të forta anti-inflamatore, frutat e kuqe në përgjithësi paraqiten si aleatet më të mira kundër dhimbjeve të kyçeve. Të pasur me antioksidant, ky frut parandalon oksidimin e qelizave që shkakton procese inflamatore, kështu që rekomandohet edhe për njerëzit që vuajnë nga dhimbjet e kyçeve dhe artriti, ose kanë lëndime sportive. Sipas ekspertëve, 20 qershi në ditë kanë efekte të mira edhe në organizmin tuaj. Qershit stimulojnë sistemin tretës. Përveç acideve të tyre mbrojtëse dhe sheqerit frutor, qershit stimulojnë edhe punën e lukthit, të zorëve, pankreasit dhe gjithashtu stimulojnë edhe tretjen e mirë. Përveç kësaj, qershit nxjerrin ujin nga trupi dhe kështu lehtësojnë stimulimin e zemrës dhe qarkullimin e gjakut dhe aktivizojnë mëlçin dhe veshkat. Gjithashtu, substancat antibakteriale të qershive pengojnë formimin e shtresave në dhëmbë dhe mund të parandalojnë kariesin dhe problemet të mishrave të dhëmbëve. Gjithashtu, qershit janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese kundër rrullave dhe plakjes dhe mund të jenë gjithashtu një mburojë shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit tuaj. Qershit u rekomanduar njerëzve që vuajnë nga alergjitë, astma, si dhe ato që kanë një lëkurë me probleme, sepse qershit përshpejtojnë prodhimin e kolagjenit dhe ky frut përmban edhe antioksidant të rëndësishëm. Ndaj edhe ekspertët këshillojnë konsumin e tyre të vazhdueshëm në dietën e përgjithshme. Shtoni qershit në dietën tuaj për të marrë përfitimet e tyre unike, kështu vlerat për organizmin do të jenë një mburojë vërtet në shtimin e vlerave të trupit. Qershit janë një zgjidhje shumë e mirë për personat që duan të kenë një gjumë më të rehatshëm. Fal elementit melatoninën që ato përmbajnë, do të kthehen në një aleat të fortë të organizmit tuaj kundër këtyre shqetësimeve. Ndaj edhe ekspertët këshillojnë vazhdimisht shtimin e qershive në dietën tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.